Zhvillohet në Vlorë edicioni 4 i Festivalit të Luleve, organizuar nën kujdesin e veçantë të kryebashkiakut të Vlorës Ermal Dredha në qendrën historike të qytetit. Atmosfera solli ngjyrat e festës me argëtim, tollumbace, animator dhe jo vetëm. Shumë surpriza për fëmijët e qytetit dhe kopshteve në veçanti, por edhe nxënësit e klasave të para. Mes fëmijëve ishte edhe kryebashkiaku Ermal Dredha, ndërsa argëtimi dhe kërcimi, si dhe element të tjerë artistik, sollën një festë vërtet të veçantë. Kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha u bë njësh me fëmijët, teksa pikturoi bashkë me ta, duke hyrë gjithashtu në botën e të vegjëlve. Kryetar bukur edhe kur pikturon, pas Shumë sy. Si ndjeni sot mes fëmijëve? Shumë mirë, po ja kështu duhet jetë gjithmonë praktikisht. Kështu duhet jetë gjithmonë. Edhe kjo është, këto janë momente kështu të paqta. Edhe bën diçka, pra bën art, edhe reflekton për përditshmërinë, për punët, për gjërat, dhe aq më mirë ku ka se sa pranë fëmijëve. Unë kështu e shikoj. Dhe kështu duhet jetë praktikisht. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Po. Shumë mirë. Si vlerësoni këtë aktivitet? Ky është një aktivitet shumë i veçantë. Jo, mirë dukesh shumë. Po që bëj po e bëj shumë me ngjyra, është nga që është tani koha e mimozave. Bravo! Nga që është Mimoza u aq. edhe mimoza po bëj këtu. Po, shkoj sa bukur ke pikturuar. Festivali Luleve i kthyer tashmë në traditë në Vlorë në qendrën historike, ndërsa këto ditë do të jenë ditë me shumë aktivitete, duke sjellë gjallërim të jetës kulturore dhe artistike, por edhe gëzim tek fëmijët në prag të festës së tyre të 1 qershorit. Gentian Sana i flet për këto aktivitete, përfshiktu edhe koncertin e të shtunës më 31 maj ora 19 në qendrën historike të Vlorës, ku të pranishëm do të jenë këngëtarët Aleksandër dhe Renis Gjoka, si dhe DJ Silvi. Këtë vit është edicioni 4 i Festivalit të Luleve, është një kthyer traditë tashmë në qytetin e Vlorës që organizohet çdo fund të maj dhe në kuadër të festave të fëmijëve. Është një aktivitet që nga viti në vit po sjellim disa ndryshime të reja, duke organizuar aktivitete të shumëllojshmëri për fëmijët që nga lulet, që nga vazot që pikturojnë dhe ata fëmijët i marrin me vete. Janë përfshirë një kategori fëmijësh që nga kopshet, klasa deri në klasat e 5 dhe pati një lartshmëri shumë të madhe. Nga viti në vit do jetë diçka akoma nga organizatorët menduar që të jetë diçka akoma më e mirë dhe më e madhe. Është edhe i shtrirë në kohë, do jetë 3 ditë aktivitet, duke filluar për shembull që nga sot, nesër do ketë një aktivitet duke kapur një fash tjetër mosh, do jenë muzik live që do jetë Aleksandër Gjoka dhe Renis Gjoka në koncert live që do jetë te sheshi Bas Sahatit dhe më pas duke vazhduar me aktivitetin e 1 qershorit që në mbasdite në qendrën historike do të organizohet një aktivitet kushtuar prap fëmijëve duke vazhduar atë në vazhdimsi në aktivitetet e Festivalit të Luleve, por edhe qyteti do ketë edhe organizime të tjera për 1 qershorin paradite në ambientet e lugomare në vende të tjera. Qëllimi i Festivalit të Luleve është në kuadër të njohjes së edukimit të fëmijëve, për të kujdesur për mjedisin dhe për të mbjellë sa më shumë pemë lule, për të dhënë gjithashtu kontributin e tyre për një qytet sa më të mirë.